FSK ka hap konkurs për të pranuar 320 ushtarë të rinj nga mosha 18 deri 25 vjeç dhe deri tani numri i aplikimeve ka kaluar mbi 1000. Kjo tregon se të rinjt në Kosovë duan të shërbejnë ushtrisë, duan të shërbejnë atë dheut. Sot do të dhurojmë disa fakte interesante rreth ushtrive. Fjala ushtri vjen nga latinishtja exercitus, që do të thotë ushtrim ose stërvitje. Ushtria e SBA-ve ka buxhet më të madh se disa shtete të marra bashk, mbi 800 miliard dollar në vit. Ushtria e Zvicrës është kryesisht e bazuar në rezervist. Shumica e shtetarëve meshkuj janë të trajnuar dhe mbajnë armë në shtëpi, me rregulla strikte. Ushtria më e vogël në botë është ajo e Vatikanit me rreth 100 trupa të gardës zvicrane. Vlerësohet se në gjithë botën ka rreth 30 milion personel ushtarak, aktiv dhe rezervist. Nëse të gjithë ushtarët e botës do të bashkoheshin në një vend, do të krijojë një shtet më i madh se shumica e shteteve të Evropës. Dhe mos harrojmë se dikur luftrat bëheshin me shpata, sot bëhen me Wi-Fi dhe pasforda të fortë. Ndërsa kujtojmë edhe një thënie që thotë: paqja nuk mbahet me fjalë, por me forcë të balancuar.